tash jemi në një krizë. Kriza zgjatet deri me 31 mars. Me 31 mars vendoset a do të kemi zgjedhje për 45 ditë apo do të kemi zgjedhje për 60 ditë. Këtë vendoset për shkak me vendimin që gjykata kushtetuese. Ka marr gjykata kushtetuese ka vendos marr kohë deri në 31. Dhe i ka lënë vetes kohë 3 javë, aq sa i duhet për me vendos për këtë punë, për të ardhmen. Por tash betejë është për fajsimin. Se e din gjithë si do të shkojnë në zgjedhje, kush është fajtor për këtë situatë. Dhe betejë për fajsimin besoj që sado që Albin Kurti mundohet ta gjejë te Vjosa, apo te Edi Rama, apo diku tjetër, apo te Granelli, është për të ardhur keq që na jetojmë ende në gjendje të jashtëzakonshme. E gjendja e jashtëzakonshme është me këtë qeveri. Gjendja e jashtëzakonshme thonë me këtë qeveri. Por e duan tani çuditërisht, si thon, popullata e Kosovës, edhe ajo që banon jashtë, gati ta themi në mënyrë metaforike, jep jetën për Albinin. Allah. Po ndërkohë Albini vetë thotë që më shumë se çka marr vota nuk marr dot, edhe po të bëhen prapë zgjedhjet. Pra ti thua që ai do zgjedhje. O Andi, s'ka rrëfim. Se po të ketë rrëfim, por sepse dhe mund tani kemi në këto momente deri në 31 mars ju thoni kemi qeveri dhe parlament. Jemi okay. Jo, asnjërin as tjetrën. Jo, qeveri kemi, po nuk kemi as pas kësaj vendoset. Pas 31-shit vendoset. Po kjo ideja që ka hedhur Vjosa Osmani që ta zgjedh populli. Po do kohë. Jo, nuk bëhet ajo li. Nuk ndodh. Na kemi një kushtetut e Ahtisarit, e cila ka vendos kritere atëherë kur ka vendos që Kosova mos i bashkohet as Shqipërisë as Serbisë, ka vendosur që për çështjet të cilat kanë të bëjnë me këto gjëra, të vendosë edhe 2/3 e minoriteteve. Do më thënë, 14 duhet 6 serb të dalin në anën plus minoritetet tjera, që na të fitojmë të drejtën për ndryshimin e kushtetutës. Se i kemi 2/3 e minoriteteve dhe 2/3 tona shqiptare. Dhe ti kesh brenda 80 deputetëve, 2/3 e minoriteteve, kjo arrihet kurrë. Është gati jo s'paku në derisa ne e bëjmë emisionin. Ose derisa na të përfundojmë karrierën tonë. Unë absolutisht dyshoj që do të ndodhin kësi ndryshimet mëdha, por fakti që kanë filluar propaganda që Vjosa Osmani ka hyrë në po themi, në sqetullin e Edi Ramës dhe po i rikthehen ideve të korrigjimit kufeve e tjera, se bashku me Grenellin, se bashku me këto janë, këto janë pralla. Unë mendoj që ajo groja mund të hyjë në kjo pralla. Në krahun e diskutit këtu është arsyeja kryesore që sulmojnë Vjosën, se kjo mas datës 4 ka të drejtën të bëj listën e vetë, të hyjnë lidhën demokratike të Kosovës, ose në listën e lidhës demokratike të Kosovës, dhe nëse një personalitet, unë s'kam simpati fare për të, e ka aftësin edhe fuqin për t'i marrë vota vetë vendosjes dhe për t'i dërguar në shtratin e LTK-s, është kjo grua. Ato nuk kam dilem dhe kjo ka simpati, është luftare, ka retorik politike, ka lidhje të veta në Bashkinë Ndërkombëtare, se në këto 5 vite vetëm kjo ka komunikuar me Bashkinë Ndërkombëtare dhe asnjë njeri. Vetëm se Albin Kurti e gjitha këto vota i ka marrë dhe vazhdon t'i marrë pa Bashkinë Ndërkombëtare. Sidomos pa Shtetet e Bashkuara, duhet të jemi të qartë për kundër Bashkinë Ndërkombëtare, ka operuar dhe mua më duket kjo një mënyrë të gjërat e tjera dyshoj, por kjo më duket një mënyrë shumë e mençur. Dhe një karakteri fort në mendoj unë, A di qa mendoj unë? Se duhet të mençur? Ylli. Po jo, po ti e ke tani plani taktik. Ty të drejtova Gishin, unë më mirë të drejtoj Gjinishit, se të drejtova kot, se ti ke punuar me këta tjerët aty. Jo, përkundrazi, do thotë Po nëse i ke luajtur fin me këta tjerë tani. Unë jam pro perëndim. Bile dhe batonit e marr pak të rezervuar edhe pse për. Një sekondë. Po leja tani kot këto ke punë edhe. Jo, më unë po them ç'a mendoj tani. Do të them të kundërtën më. Shikoj një sekondë. Ke drejt shumë. Unë kam punuar me Recep Tayyip, dakor? I cili
ka ikur, nuk Iqe ka marrë dot gjepin atje, kur shkove atje. Kam punu me një njeri cili ka votuar gjithmonë qeverit Kurti. Po me gardën e vjetër ka qenë ai. Jo, përkundrazi. Ata, po është e bën me herë atë muhabet. Dhe një herë, ajo që ishte filli i ndërhyrjes time, po edhe i kësaj diskutimit tani, edhe që ndihmoj ta nxjerrim bisedën. Mos di tani si të ajo e Batonit në fillim. Futu te kjo pyetje gjithë bera. Rafshi ky që Kosova shkon përsërit zgjedhje për herë të tretë, domethënë harxhon 30 milion dollar në një vit e pak, brenda një viti, për 3 palë zgjedhje, nuk është as Bullgaria, as Belgjika, kur ishte në momentin më të mirë të marrëdhënieve ndërkombëtare me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe për këtë është Kurti përgjegjës. Natyrisht, Osmani me këtë kërkesë për zgjedhje, unë gjykoj që nuk është në përputhje me kushtetutën. Mendoj unë, ajo nuk ka të drejtë ta shpërndajë parlamentin. Interpretimi që i ka bërë ajo kushtetutët është rigjid. Por e drejta kushtetutës. Unë lexova ish kryetarin e gjykatës kushtetuese. Po jo, ai është burimi i gjithë. Ajo burimi i krizës. E di pse është burimi i krizës ai, se tani me që na jep mundësinë, prandaj na ke Se është burimi i krizës. Sepse ai e ka interpretuar. Vazhdimisht atje. Ai e ka interpretuar gabim. Takonja vazhdimisht këtu atë. Po, ai ka jetu në Shqipëri. Ka qenë ministri i jashtë. Po pra e takonja vazhdimisht. Edhe një herë, ai është burimi sepse ai e ka interpretuar të njëjtin tekst që e ka dhe Kushtetuta e Shqipërisë për zgjedhjen e presidentit, raundin e parë, raundin e dytë, e ka interpretuar në mënyrë rigjide. Domethënë ai thotë në sallë thotë duhet të jenë thotë 80 vet. Po nuk qenë 80 vet, thotë nuk quhet i kryer votimi. Po këta që e votuan? Jo, në gjykatë kushtetuese, po ishin gjithë që kishte zgjedhur me dorë. Të jenë të gjithë 120 vet. Po, edhe 80 votojnë. Edhe vota duhet të jenë në kuti. Që çmendurit e llojit vet. Korumi, duhet korum. Po ajo është një nga çmendurit e llojit vet. Të cilët ata mund vendosin të mos e pranonin. Ka një proverb latin e thotë, mëllenja e bëri glasën. Dhe u pengua, i ngecën këmbët tek zamka me cilën u bë glasa. Ky e ka prodhuar atë. Ky ka prodhuar disa vendime të tjera gjykatës kushtetuese që janë generatori krizave, kur krijohet qeveria, si rrëzohet qeveria, të gjitha kur krijohen koalicionet me njëherë pas zgjedhjeve. Por ajo që po ndodh, mund të krijojë dy skenarët, cilët ngjajnë me probabilitet të kufizuar, por e para që gjatë kësaj periudhe deri në 31 mars Osmani të pajtohet me Kurti. Që është një pikërisht se tani llogarisim forcat, po masin forcat me njëri tjetrin. Dhe nëse Osmani demonstron forcë, mund të ketë edhe një koalicion apo jo. Mund të ketë një pajtim të tyre. E dyta, Batoni thotë që nëse Osmani del në fushën e lojës, pra nuk konfirmohet si presidente, po shkohet në zgjedhje dhe kjo kryetari i parlamentit shushtruese të tyre, Vjosa shkon në listën e LDK. Jo, Vjosa mund të bëj partinë e vet. Po e bën. Dhe unë ndryshe nga ty, unë mendoj që ajo merr 20%. Kosova, nuk ka kohë. Ti e di më mirë se sa unë Kosovën, por Kosova ka tjetër si thush elan Kjo i bën, po du të regjistroj parti gjërat. E bën ajo, sepse ajo merr vota edhe të elektoratit vetëvendosjes që është pro-perëndimor, ajo merr vota e thithë dhe LDK-n. Dhe me e mbështetur dhe ndërkombëtarisht. Ja tani mos e bëni tani atë që është heroina e kuptoj që bënim shkurtë palvatën këtu. Ajo, shiko, ti nuk e Po e shkurtën e bënim kur vritej. Ishte bërë dhe më erdhi pak kështu që se kisha kapur unë për ta bërë shkrim dhe Azbatoni. Ka dalë grafite të saj me Trumpin bashkëpunëtor në genocid, në muret e Kosovës. E kupton se çdo më thënë kjo? E kupton se do më thënë kjo, sepse në atë që po ndodhë në Kosovë, kanë duar edhe serbët, kanë gishtat edhe serbët, edhe ata i nxjisin këto që po ndodhin, kupton? Dhe ajo, mendoj që ka energji, jemi në limite tani, për të faktor elektoral shumë të rëndësishëm në Kosovë. Por mund të kishte siguru pak vota nga LDK-ja për të plotësuar numrin 61. Nëse do kishte këtë siguri, për çfarë? Që të propozoj si presidente. Për të bërë të Si të propozoj si presidente nga Kurti. Sigurisht. Por ajo ka mbështetje në elektorat. Po të shikosh rrjetet, do shikosh që shumë besnik të vetëvendosjes nuk ja falin Kurtit që po shkojnë zgjedhje dhe po prishet kjo dyshje atyre. Okej. Nëse më lejon thuaj. Tu zëvërëm gjërat. Unë mendoj që zoti Kurti, dhe besoj që nuk është vetëm mendimi, është i paafërt bërë kompromise. Dhe ka shpreh në mënyrë më brutale këtë herë. Nuk do të ndaj pushtetin kur. Vjosa Osmani nuk është thjesht çështje e një kandidature
me cilën ti mund t'japësh përgjigje të ndryshme. Vjosa Osmani është një kandidaturë që e ke prodhuar ti, zotri. Është një kandidaturë që e ke prodhuar ti. Është një kandidaturë që krijon një forcë politike dhe ti erdhe në pushtet me këtë forcë politike. Ajo që doja të ndalesha unë që e kaluam çik tangentisht ishte kjo që pse në Kosovë, shqiptarët e Kosovës votojnë një kryeministër i cili është kundër faktorin ndërkombëtar ose ka një përplasje me faktorin ndërkombëtar, shumë e thjeshtë. Manipulimi me retorikën sovraniste. Shqiptarët e Kosovës kanë sovranizmin prioritar, sepse shteti sapo formuar, në momentin që Kosovës i hedh temën, shiko se Bujanovci, shiko se Presheva, shiko se Kufit, harroje, besoj, ju e njini më mirë, nuk do ta di njëri, sidomos perëndim, nuk do ta di njëri pastaj kush me kë po negocion me Borrellin apo me Trump. Gjendjen që përjeton në Kosova, me dy forcat politike që ushtruan pushtet dhe me po ikën ato. forcën tjetër ikën ata. 5 vjetën, çfarë? Atëre, pyetja që duhet bëjun është kjo, që për të shmangur mosmarrëveshje të kësaj natyre, pse të mos bën të merret koha e nevojshme dhe të zgjidhet më tani dakord, ose në zgjedhje të kalohet ose të zgjedhet një president në këtë mënyrën që zgjedhet. Po pse të mos zgjedhet nga populli presidenti? Po se kërkon komërbur, kërkon ndryshime, janë pamundur pamundur ndodhin tani ato. Janë pamundur ndodhin. Edhe nëse do bimë dakord bëhet për zgjedhjet e ardhshme. Minoritetet aty, kjo është shteti i Kosovës, nuk është shtet veç i shqiptarëve, është multietnik. Vete kur e kemi nënshkruar pavarësinë. Edhe serbët votojnë pro ndryshime kushtetuese. Nuk e di. Për çka? Po këtë do votojnë Për zgjedhjen e presidentit Çfarë do jepesh aty ne? Për zgjedhjen e presidentit nga populli. Po çfarë do të jepesh aty? Çfarë do Ne votojnë? votash. Po ka përshtypjen që i kanë votuar një herë ato ndryshime ata. Jo, kur hyn ndryshimeve kushtetuese, ata kanë një kërkesë. Ma mirë mos mi hy, se pastaj nuk ndalet ajo punë. Po nuk mund lihet Kosova për një periudhë kaq gjatë derisa të bëhen ndryshimet kushtetuese. Përse ndodhin pa president, nuk mund të lihet. Por ata më duket se e kanë Kiev dhe vetë të gjë. I bën të gjitha marifetet që të zgjidhin në kryetarin e kuvendit Unë them serb Probleme dolën. dhe nuk zgjedhin presidentin.